Çfarë po bëjnë? Shërbëtorët e Belinda Balluku dhe Tedi Ramës kanë vendosur përjashtimin e deputetëve të Partisë Mundësia nga Kuvendi i Shqipërisë. Pse ikni zoti kryetar? Ju vi turp. Ju vi turp. Turp zoti kryetar. Turp. Do të vi turp. Qesh Taulant, ja dole, Shiko çfarë fytyrë e Ajduti. Shikoni fytyrën e Ajdutit. Doni një fytyrë Ajduti, ja ku e keni. Taulant Balla, bashkë me atë që pret veshët si mafioz. Ja ku janë. Ju ka ardhur fundi. Ju ka Taulant, ka ardhur fundi Taulant. Ja fytyra e Ajdutit. Kush ka vjedhur shqiptarën 35 vjet. Ja ku është. Shikojeni mirë, shikojeni, ja ku e keni. Je maskara! Je një maskara! Ju ishet e drejta e fjalës për sot. Tani, unë nuk e di se si është e mundur që në këtë republikën tonë, në këtë vendin tonë të varfër e të vjedhur, thirret ministri i financave në interpelancë, është një drejtë që më takon si përfaqësues i opozitës dhe si përfaqësues i votuesve opozitar në bazë të kushtetutës. Dhe çfarë bën ministri i financave? Vjen me listën e kompanive të mia dhe të familjarëve të mi. Kjo është çmenduri. Të vësh duart në kokë. Ky në vend që të vit japi llogari për çfarë e pyesun, ky vjen i armatosur. Ky vjen me kobure në brez, thot. Tani, unë nuk e kuptoj dhe çfarë nxjerr, listën e kompanive të mia janë publike se unë i deklaroj. Është do gjë e deklaruar. Kjo është të vësh duart në kokë, se pyetja tjetër që më lind, zoti ministër, ore atë listën që keti aty, kush ta përgatiti? E përgatitet ti në shtëpi para kompjuterit, apo vure në punë zyrën tënde, administratën që të më shantazhoje, të më kërcënoje mua këtë në kuvend? Ore, kush e printoi atë? Kush e ka printuar atë listë? Barthit e ty apo e bëre ti në shtëpi? Kush e bëri? E bëri me paratona? Zyrtarët e tu aty, në vend që të merren me luftën kundër evazionit fiskal, me mbledhjen e taksave, të bëjnë listën tënde me listën e kompanive të mia? E kuptoni se ç'a bëhet në këtë vend apo jo? Keni humbur sensin e realitetit. Pa pikturpi, ja fut vetë, se kupton apo jo që vinë me listën e kompanive, të vish aty me listën e kompanive të mia. Është të vish të më kërcënosh haptas në parlament. Dhe pse më kërcënon mua ti? Sepse të pyeta për 120 milionë euro të bankers? Po si të ndihem unë kur ministri i financave vjen me listën e kompanive të mia që janë publike? Si të ndihem unë, pa më thuaj ti? Si të ndihem, pa më thuaj? Po një qytetari thjesht, çfarë i bëni ju? Çfarë i bëni ju një qytetari të thjesht nëse ngrëzërin? Zonja nën kryetare që ekziston vetëm për opozitën, e dëgjon që fleta i ndërkohë që unë flas, apo ti andej nuk dëgjon? Po keni kohën tuaj 15 minutë për interpelancën. E dëgjon apo se dëgjon? Për interpelancën. Qepja gojën aty të flasë, po flas. Kujdes me etikën, lutem. Vazhdoni me përgjigjen. E bëri gafën, aq të madhe. Lutem, zoti Sheha, ju lutem. Vazhdoni me përgjigjen. E bëre ndaj interpelancës. Gafën, aq të madhe sa nuk ke nga t'ja mbash tani. Nuk ke nga t'ja mbash me listën e kompanive të mia dhe të familjes time, si në kohën e komunizmit. Vazhdoni merrin me familjar për të më mbyllur gojën. Po turp të vinë turp fare? Për të mbyllur gojën, po një qytetari thjesht, çfarë i bën ti mor maskara? Çfarë i bën një qytetari të thjesht nëse ngrëzërin? Nëse ti ma bën mua këtu, në kuvend, më sjell listën e kompanive të mia. Çfarë i bën një qytetari që ngrëzërin? Ju tërheq vëmendjen për fjalorin. Zoti Shehaj. Çfarë i bën? Më thuaj çfarë i bën? Zoti Shehaj, ju lutem vazhdoni me interpelancën. Me listën e kompanive të mia dhe familjarëve të mi. Zoti Shehaj. Dhe më kërcënon haptas. Zoti Shehaj. Qetësoni zoti Shehaj. Zoti Shehaj, qetësoni. Zoti Shehaj. Opinioni në lidhje me argumentat e interpelancës, ju lutem. Maskara! Zoti Shehaj. Je maskara! Je një maskara! Ju ishet e drejta e fjalës për sot, zoti Shehaj, pasi keni marrë dhe të rreqë vëmendje dhe vrejtje. Ju ishet e drejta e fjalës për sot, zoti Shehaj. Zoti Shehaj, përjashtoheni nga seanca plenare 5 minuta pushim sa dali zoti Shehaj jashtë. Nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. Nuk mund të vazhdohet. I shikoni njerëzit që kanë dalë apo jo? Apo nuk i shikoni?
kalojnë afër shtëpive tuaj apo jo ata njerëz? Janë me 10 mira, Delta Ulanti dhe Itall, Flamingo thot. Keni vjedhur shqiptarët, keni shitur Shqipërinë, keni shitur interesin e shqiptarëve në këto 35 vjet. Kanë dalë shqiptarët në shesh, po protestojnë kundër jush, dhe ju i tallni. Ky parlament duhet të shkrihet sa më shpejt. Nuk ju duan më njerëzit. Do ju vinë të marrin zvarr, siç keni bërë ju me ta këto 35 vjet. Nuk mund të vazhdoni të injoroni. S'ka më. Taulant, ki kujdes Taulant. Mos kalo afër koshit të plerave, se në një ditë do të marrin dhe do të fusin brenda, si kanë bërë në vende tjera. Është turpi që po bëni. Nuk mund vazhdoni të injoroni qytetarët. Janë mbushur sheshet. Do mbahet mend si qeshori protestave. Dhe ju injoroni. Është turp. Turp. Dilni aty me njerëzit. Pse i shmangni? Pse i injoroni? Mjaft i vodhët. Mjaft i shtypët. Mjaft u anëzit jetën këtu në Shqipëri. I detyrua të iknit. Është turp. Zoti Sheha, ju kujtoj që jeni për procedurë. Po, për procedurë jam. Pse nuk e respektoni rregulloren? Pse nuk e respektoni? Është e shkruar apo jo? Dakor, por nuk ka lidhje me pjesën tjetër. Ka lidhje ç'ke me të. Nuk e vendosni ju se me çfarë ka lidhje, me çfarë për çfarë do flasun. Ju sqaroj për këtë pikë teknike të rregullores, por nuk ka lidhje me zgjerimin politik që po i bëni. Na del kryeministri dhe thot, po pse thot, do kemi zgjedhjen e çdo herë që dalin disa aty protestojnë, se ju duken disa? Janë me 10 mira. Po, kur populli ngrihet, duhet të shkojmë në zgjedhje. Pse ju duket e çuditshme? Apo se mendoni keni fituar zgjedhjet e mund të vini për 4 vjet, të pashqetësuar. Nuk funksionon kështu demokracia. Votat nuk merren për të vjedhur. Votat merren për të qeverisur. Dhe nëse populli ngrihet, duhet ta dëgjoni, duhet ta respektoni. Se ndryshe do ju marri zvarr. Zoti Balla për replikë. Në kosh Taulant. Ju lutem mos ndërprisni kolegët dhe mos shantazhoni, ju lutem. Dhe kontrolloni fjalorin dhe mos bëni shantazh. Se nuk lejohet në këtë sallë. Kryetar, pa merak se shantazhin e këtij unë as nuk e marr në konsiderat. Ja kam thënë para një jave. Në kosh plerash Taulant do derdhin. Po ta përsëris. Ti je një hajdut. I vodhe Partisë Demokratike listën e antarësisë. Dole, zoti kryetar, ju lutem, mund të rrishet vëmendja e një zhurmuesi i cili shkon dhe bën selfie në protest. Protesta s'ka asnjë lidhje me ty, sepse protesta lindi si një reagim për një projekt. Ti je mësuar që në çdo projekt që bëhet në Shqipëri, shkon natën dhe i thua investitorit, më sponsorizo që të mos përmend emrin, i shkon televizioneve edhe i thua televizioneve sa lek do të më nxjerrish mua në prime time. Ti je një hajdut të dhënash personale, ti je një gjobaxhi. Dhe je një person i dënuar për vjedhje të dhënash personale, je në nënhetim për vjedhje të tjera të dhënash personale. Kthej Partisë Demokratike listën e të dhënave personale që i ke vjedhur, sepse sot ka një lajm të mirë, Luli mund të bëhet i penduar edhe mund të tregoj se sa e pagove ti që të futi ty në listë. Kaq. Zoti Kapri, ju lutem nëse keni diçka për procedurë. Zoti kryetar,
kemi kërkuar kryeministrin të vinë në parlament në bazë të nenin 95 të rregullores me pyetje përgjigje. Mlidhet parlamenti ditën e mërkurë, 1 orë kryeministri përballet me pyetjet e deputetëve. Ju refuzoni të respektoni rregulloren dhe kushtetutën e këtij vendi. Në mënyrë të përsëritur, se tani u fol këtu për shantazh. Nëse po bën dikush shantazh këtu, ai është Taulant Balla. Zoti kryetar, kërkoj vëmendjen tuaj. Shikoni këtë foton, Taulant Balla ka nxjerr foton dhe ka shantazhuar duke i rrezikuar jetën drejtorit rajonal të Reutersit në Shqipëri. Këtë ka bërë Taulant Balla. Mbasi kryeministri i ka cilësuar nazist të rinj shqiptar dhe mbasi Taulant Balla sot i cilësoi iranian. Kjo është e rëndë dhe kjo është shantazh, zoti kryetar. Po mirë, nuk e kuptoni çfarë po ndodh, nuk e kuptoni fare çfarë po ndodh? A nuk u vjen turp nga kultura e madhe politike e të rinjve shqiptar 10 tramira? A nuk e kuptoni që po u nxjerrni një ashloje komplet dhe refuzoni të flisni për ta këtu, edhe na kërkoni ne dhe na cilësoni ne shantazhues?